Një mërë, kja ka qenë një shpije një sërbit për pora këtu, dhe aty Zahiri është në ngrit, në gjoj, automatiku i tina e ka pos një kaish, po me një tuj jë të fort, një tuj që e ka rregullu vetë, pas e ka morë në shej, shkaku që ka këput, e posh makinën e Cibiripit Jugo me regjistrim 092. Dhe ka dole këtu, pesha, ishte me 2-3 vjetë, kja ka qenë lokal pjetore, ose kafe që kemi thonë, bife. Dhe e posh. Une, në atë moment, une kisha një revulle me veti, po isha i pas sigur, të më thonë. Edhe shkova në bazën ku o konë të flejt Zahiri. Dhe lajmërova. Aty ne në dere kemi pos parullën në momentet caktume qysh me u lajmërua. Më thonë 2-3 herë me trokit, kështu një herë pak ma rollë dhe ka kuptu Zahiri që e mëne dhe u dollë. Edhe e kom lajmërua. E kom informua kështu, këtë vend ndodhet Cibiripi. Jemi konsultu edhe një herë, edhe kemi vazhdu drejt rrugës këtu, edhe kemi po të pi. Kemi kalu në ato, në më ka unë dush me hi me vrasë, me ekzekutu në mrena në kaj. S'kom pranue, dhe më thonë që më konë shumë i sigur se ka pos këtu edhe shqiptar. Pranari i këti lokalit ka qenë shqiptar, ka pos kamarier, ka pos. Thashune nuk muj aty mrena me kryat pun. Dhe kemi vendos, jemi këthyje prap, këtu jemi vendos në kanal. Kemi prit, dhe për një moment aj ka dollë për dhejre këtu, më thonë ka dollë për me kry nevojat personalet vetat, sepse aty ka qenë një mërë, kja ka qenë një shpije një sërbit për pora këtu, dhe aty Zahiri është në ngrit, në gjoj, automatiku i tina e ka pos një kaish, po me një tuj jë të fort, një tuj që e ka rregullu vetë, pas e ka morë në shej, shkaku që ka këput, kaishi ose kanopi që e ka mojt automatikun, më thunë i ka morë qasi tjetër e ka godit me sigurisht ja pluma vdekje prus, pra ndaj edhe sot është në valet.